partneri kryesor i Kosovës nga qeveritë e kaluara në rajon ishte Serbia. Tash me qeverinë tonë, partneri kryesor tregtar në rajon është Shqipëria, e në përgjithësi është Bashkimi Evropian, e në veçanti Gjermania. Por kjo rritje ekonomike e ka të domosdoshme edhe drejtësinë. Pra, jo vetëm shpërndarje, rishpërndarje, por edhe drejtësinë. Drejtësinë, dashur qytetar, bashkëdhetar, ende nuk e kemi të drejtë. Drejtësinë Kosovë akoma e kemi të shtrembër. E në mandatin e ardhshëm duhet ta drejtojmë drejtësinë. Pra, jo vetëm lokomotivën edhe vagonat, por në mandatin e ardhshëm, i cili do t'jetë i hekurudhave me lokomotiva e vagona, edhe drejtësinë do t'a vendosim në binar. Për lokomotivën me vagona e kemi hekurudhën, për drejtësinë e kemi vettingun, prokurorinë e re speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, dhe byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Si që tha edhe Ylka, neve nuk ka punë që na lo. Neve vetëm mos puna e drejtësisë na lo. Po në mandatin e ardhshëm do ta drejtojmë drejtësinë e cila do të punojë kundër krimit organizuar, kundër korrupsionit lartë, dhe qytetarët, kur t'i drejtohen pallatit të drejtësisë, të shkojnë aty me shpresë dhe besim që do të dalin më të kënaqur se sa që shkuan. Sepse ligji duhet na bashkoj me barazin para ti, e jo të na ndaj në ata që janë të paprekshëm prej atyre që janë të pambrojtur. Me qeverinë tonë, ne zotohemi që në mandatin e ardhshëm pa tjetër për gjithë do të drejtojmë drejtësinë. Dhe drejtësia duhet vlej për gjithë. Ne kemi respekt për të gjithë ata, për secilin e secilin, që sakrifikuan e kontribuan për çlirimin e Kosovës, për bashkimin mbar e për pavarësinë e Republikës. Mirë po, çfarë do kontributi, çfarë do sakrifice që ka bërë cili do prej nesh, nuk është leje për korrupsion e për pasurim. Prandaj ne themi në çdo tubim, nuk ka edhe patriot edhe hajn. Ose patriot, ose hajn. Nuk ka edhe çlirimtar, edhe zullumçar. Ose çlirimtar, ose zullumçar. E ne jemi bashkë me juve për patriotët çlirimtar kundër hajnave zullumçar. E kur jemi të patriotizmi, e kur jemi të patriotizmi, sonte dua t'u them dy gjëra që besoj se janë shumë të rëndësishme. E para, ne jemi për patriotizmin demokratik dhe emancipues, që lirues drejt barazis me popujt e tjerë. Kundër nacionalizmit
autoritar hegemonist. Pra ati nacionalizmi i cili don të shfrytëzoj e të shtyp të tjerët. Pra po patriotizmit demokratik, emancipues, jo nacionalizmit hegemonist autoritar. Kjo është e para. Kjo është e para. E dyta të dashur bashkëdhetar. E dyta, patriotizmi është punë, po patriotizmi është një punë që s'ka pushim. Nuk mund është me thonë, po pushaj pak. Se në këto vitet e mas luftës, fatkeqësisht kemi shembuj të dikujt i cili ka qenë patriot, na nuk e mohojmë. Po mas ne i tha, po pushoj pak. E ju e dini sa i bjen pushimi. Pushimi i bjen korupcion. Prandaj, patriotizmi është punë pa pushim. Është punë që nuk ndalet, ashtu qysh nuk ndalet frymarrja. Deri në sekundat e fundit jetës. Dhe bile ju e dini këtë traditën e zakonin tonë, vazhdon edhe pak pas vdekjes, sepse shumë njerëz e lën amanet që arkivolin të ambulojnë me flamur kombëtar shqiptar. Pra, patriotizmi është punë e përditshme pa pushim dhe në këtë frymë është e domosdoshme që brezi i ardhshëm pas neve t'jenë më patriota se ne. Pra, nuk duhet që patriotizmi jonë i paqes ose i luftës, i rezistencës e i qëndresës, i zhvillimit e i përparimit, të jetë tavan për patriotizmin e brezit arshëm, por të jetë dysheme për patriotizmin e brezit arshëm, ku ata do të mund shkojnë më lartë se ne, po kurse si më poshtë se ne. E sot, ju e dini dashur qytetar, pjesëmarrës të këtij tubimi, që patriotizmi ne në Kosovë, si qytetar e si shoqëri, si zyrtar e si shtet, duhet ta dëshmojmë në radhë parë me fqinjen ton verior agresiv, që i ka kryer 4 gjenocide mbi popullin ton, që ky vitit 1998-99 është veç Imrami, janë edhe 3 para këtij për 150 vjet. Gjenocidi i parë është rrotull paqes Shën Stefanit edhe Kongresit Berlinit 1875-1880. Gjenocidi i dytë është në luftrat ballkanike në fillim shekullit kaluar. Gjenocidi i tretë është në mes të shekullit kaluar, atëherë kur u çliruam nga nazifashizmi, por filluan pushkatimet e shqiptarëve, masakrat nga forcat serbo-jugoslave deri te masakra e Tivorit. Dhe gjenocidi i katërt është ky i vitit 1998-1999. Në Serbi duhet vi një ditë, një qeveri që i pranon këto 4 gjenocide, që e pranon Republikën e Pavarësinë e Kosovës dhe vetëm pastaj do të mund të kemi mirëbesim të vërtet, paqe të qëndrueshme dhe pajtim afatgjatë. E tash, pikrisht nga kjo situatë në të cilën ndodhemi ne, ku fqinji ynë verior, edhe i mohon krimet që i ka kryer, edhe s'na e njeh ekzistencën si shtet, ajo çfarë ka bërë qeveria jonë qysh në fillim? Ka ndaluar zgjedhjet dhe referendumet e Serbisë në territorin e Kosovës. A e dini të nderuar pjesëmarrës
ti të bimi, sa pol zgjedhje i ka mojtë Serbia mas luftës në Kosovë, drejsa s'ka qeveria ju. A dhe në kush? 31 pol zgjedhje i ka mojtë Serbia mas luftës në Kosovë, drejsa s'ka qeveria ju. E prej këtyre 31 pol zgjedhjeve që i kanë mojtë ata drejsa s'ka qeveria jonë, 8 prej tyne kanë qenë në Kosovën e pavarur. 3 referendume i ka mojtë Serbia në teritorin e Kosovës, që nga çlirimi i vendit tonë, prej të cilave 2 para shpalljes pavarësisë e 1 mas shpalljes pavarësisë. Prej vitit 2021, e këtej 0 zgjedhje të Serbisë dhe 0 referendume të Serbisë në teritorin e Republikës Kosovës. Ju e dini që në mandatin e kaluar kemi theksuar 5 çështje. Nonat, fëmijët, veriu, ushtria, bujqësia. Këto do të vazhdojnë gjitha. Këto gjitha do të vazhdojnë. Por tash në mandatin e ri do të përqendrohemi në sigurinë dhe rritjen energjetike të Republikës Kosovës. Konkretisht, në termocentralet e Kekut, po vazhdojnë investimet që sigurojnë operimin e tyre edhe për 20 vite të ardhshme, do të arrisim kapacitetin e prodhimit dhe do të ullim ndotjen në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Termocentralit Kosova B, që po modernizohet, do t'ja shtojmë së paku 20% kapacitetin. Pastaj, filterët që do të vendosin aty, do ta ulin emetimin e pluhurit për 97%, dhe emitimin e oksideve të azotit për 75%, se e di që ju bashkëdhetar, kur vinin vendlindjen e juaj, ndotja që ekziston të ne, ju pengon shumë.